Përshëndetje, detaj nga ky takim është se nisi me kohë nga ora 10:30, ishin të gjithë liderët përfaqësuesit e partive politike, se çka thanë gjithë përfaqësuesit që dalën në konferencë për shtyp tashmë i lexuat nga portali Dugaxhini, janë dy datat që partitë politike preferojnë për të shkuar në zgjedhjet e parakohshme nacionale. Lajmi i ri është që presidenti Vjosa Osmani sipas përfaqësuesve politike kanë nënshkruar dekretin i cili e shpërndan Kuvendin e Kosovës rrjedhimisht i hapet mundësia zgjedhjeve të reja. Data 28 është data preferuar nga lëvizja vetëvendosje dhe lista Guxo. Lista Guxo e konfirmoi që ka kërkuar datën 28, ndërkaq nga lëvizja vetëvendosje kryetari Albin Kurti, nëse ka dalë konferencë për media për na thënë se preferohet data 28, megjithatë gjithë parafolësit që folën këtu në këtë foltorin e cila është vendosur në hyrje të Kuvendit thanë se lëvizja vetëvendosje preferon datën 28, ndërkaq që nëse mund ta cilësojmë ish bloku opozitor për jashtë LDK-n që nuk e kemi çfarë date dëshiron. PDK, AK dhe Nisma kërkojnë që data zgjedhjeve të jetë data 21 dhjetor. Po presim që të ketë një konferencë nga presidenti nga ora 13 në ndërkaq që deri më tani lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës zotëri Lumir Abdixhiku dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje zotëri Albin Kurti nuk është se janë prononcuar për media. Ne do të presim këtu, do të shohim nëse do të ketë ndonjë konferencë për media nga dy liderët e vetëm që nuk deklaruan deri më tani nga partitë shqiptare, dhe edhe nga ora 13 do të përcjellim konferencën e presidentes Vjosa Osmani, e cila ndoshta do na tregoj datën për cilën ka vendosur që të shkojmë në zgjedhjet e parakohshme nacionale, data 21 ose data 28 dhjetor është në dorë të saj të vendosë kur do të shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Liriton, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne patjetër që do